Intervista e dytë për Gostivarin me kandidatin e pavarur Visar Ademin. Zotri Ademi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alcati. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Zotri Ademi, përderisa një vit më parë ju kishat ftuar si panelist këtu në studio për të diskutuar zgjedhjet parlamentare, sonte ju kam si kandidat i pavarur për Gostivarin. Logjikisht pyetja është tash çfarë ju shtyri që të garoni si i pavarur dhe të ju hyni në mes dy koalicioneve shqiptare për Gostivar? Gjendja e Gostivarit shkelzen, më dhe më shpirti kur e shoh qytetin ku jam lindur dhe e zhvilluar në këtë gjendje. Deformimet dhe devijimet të cilat i ka bërë pushteti aktual janë goxha të mëdha dhe si intelektual, si eksperti e pata një thirrje të brendshme që ja kam borxh edhe qytetit, edhe kombit, edhe vendit, edhe familjes time që të reagoj në atyre devijimeve. Gostivari po përjeton periudhën më të errët të zhvillimit të saj që nga ekzistimi i qytetit. Gostivari është, siç e dini ju, ka mbi 25 milion euro borxh. Këto janë numra oficial, por sipas meje mund të shkojë deri 35 milion, sepse di që praktikat janë të atilla që kompanitë pasi ndrohet pushteti i sillin faturat e veta. 35 milion për një qytet i cili ka 52.000 banor, është goxha shumë. 800 euro të ndërlidhem, se është ndërkomunat me borxhin më të madh. Po, ka qenë tetova. Çfarë keni ju në plan të vetëm ta them edhe diçka, 25 milion euro, 800 euro për çdo banor ka borxh per capita qytetari i Gostivarit, përveç borxhit privat edhe përveç borxhit publik që ka në nivel të Maqedonisë. Ka kontrata fiktive të kompanive të cilat merren sepse janë të afërta me partinë pushtet, Gostivar, ose me kryetarin aktual, ose atit paraprak Taravari dhe Limani. Janë kompanitë të cilat kanë hapur atë që quhet aktivitet ekonomik, pas një eksperiencë, pas një kapital për të marrë tendera publik dhe për të bërë punë. Mos flasim pasaj që gjysma e qytetit Gostivarit edhe fshatat përreth, Qegrani, Forina, Debreshi, vuajnë për ujtë pishëm, shkelzen. Ujtë pishëm nuk ka në 2025, gjysma tjetër nuk ka kanalizim. Ato që kanë ujtë pishëm nuk kanë filtra dhe nuk kanë ujtë pastër. Mos flasë pastaj për transparencën që jemi 91 vend nga 101 që është nga institucionet publike. Gostivari po deformohet, Gostivari po zhvillohet në një anë negative dhe unë prandaj po them duheshte si ekspert, si intelektuali ati vendi, biri ati vendi të reagoj nga këtyre deformime, sepse kjo më nuk duroheshte. Përmendet borxhin, përmendet shumë gjëra për cilët do të diskutojmë në minutat në vazhdim. Cili është plani juaj për të shlyer borxhin? Tani e pa njerë du të shrim administratën publike nga militant partijak. Taravalis dhe Limani e kanë marrë komunën me 150 punësuar në 2017, tani ky numër ka arritur me 300, ndërkohë që kemi 20.000 banor më pak. Kemi më pak banor dhe duheshte më pak shërbime publike, ndërkohë që numri i administratës është arritur 2 fish. Kemi dikun të afër 500 njerëz të cilët rrinë të shtëpia dhe nuk marrin rrogë në fakt. Si pas kalkulimeve të mia, prej 4.7 milion euro dëshirohen nga largimi i këtyre punëtorëve të cilat rrinë të shtëpia dhe marrin rrogë vetëm sepse duan që fitojnë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Do të thonë 7 milion euro për një mandat janë diku të afër 28 deri 30 milion euro. Do të thonë 30 milion euro të cilat do duhet të investohen për qytetarët e Gostivarit, për konsolidimin e komunës e kështu me radhë. Ndërmarrjet publike kanë edhe një borxh tjetër dhe këtu do duhet bëhet konsolidimi dhe reprogramimi i borxhit. Nuk është normale shkazen që një kompani publike, siç është Komuna Leci, të subkontraktoj kompani private, të ketë dikun të afër 300 punonjës, atë merr partner privat për kryerjen e obligimeve të vet aditore, ndërkohë që me ligj sipas këtë terminologjisë ekonomike ka monopol. Monopol të din çfarë është, do të thonë një prodhues ose një ofrues i shërbimit nuk duhet të ketë borxhe, e merr ujin nga zoti, nga mali, në rrënje të lire, merr pa para, ja jep qytetarit, edhe në vend që të prodhoj fitime, këto prodhojnë borxhe. Njëta gjë ndodhen për kompanitë tjera publike, për shembull parkingu. Parkingu shet vetëm hapësirë fizike, ka 2 subkontraktorë, Telekomin e Maqedonisë edhe ka Merimangën e Gostivarit, e cila po ashtu është e subkontraktuar. Ti merr partner privat, a ke diku të afër 80 punësuar në kompaninë publike parkingu dhe gjelbrimi. A kanë borxhe ndaja? Këto njerëz këto kontrata fiktive duhet të ndërpriten, njëherë për gjithmonë, edhe ndërmarrja publike do duhet ta kryej funksionimin e vet sipas misionit që ka. Por e pa që duhet të bëhet revizion fiskal dhe financiar. Nuk mundet të bëhen gjithë këto borxhe pa mos i parë të çdo njërin kontratë të cilën kanë shkruar kryetari i komunës dhe të gjitha anekset që janë shkruar në emër të qytetarëve të Gostivarit. Revizioni financiar do na tregojë neve se çfarë është borxhi real, sepse ne spekulojmë
që i majmë të dhënat nga institucione relevante, por borxhi besoj që është më i madh, edhe çdo shkelje ligjore, financiare që është bërë në dëm të gostivarësve, unë kam për ta proceduar drejt institucionet relevante ligjore. Pastaj çfarë do bëj prokuroria, ato do duhet pastaj më të qetë me ata. Nuk mundesh ta marrësh komunën me 950.000 euro, të vish në 30 milion euro borxh pa mos bërë një investim kapital gostivar. Apo rrezikon funksionimin komunë gostivaret në vitet e ardhshme për shkak të këtyre borxheve? Absolutisht po, absolutisht po. Ne në qoftë se nuk fitojmë ne, domethënë kjo koncepti i një njeriu apartijak, sepse ne me definicioni krijuam parti që të mund të japin progres për të sjellin regres. Gostivari funksionon sipas një ekuacioni Pareto. 10% e personave i kanë qasjet në gjithçka, në mundësi, në oportunitete, 90% të njerëzve e financojnë këto lloj 10% të cilat marrin të këta beneficionet, punësime, kontrata, tendera kështu me radhë. Gostivari, në qoftë se nuk fiton një person apartijak, aq më tepër për një person i cili e din punën, një menaxher, një ekonomist i drejtuar, gostivarit lirisht mund t'ia fusin çelësin edhe të bankrotoj në qoftë se nuk do dihet nga ky lloj borxhi shpejt, sepse likuiditeti i komunës dhe institucioneve dhe ndërmarrjeve publike është goxha e rëndësishëm. Kur jemi tek ekonomia, cili është plani juaj për ekonominë, për zhvillimin ekonomik të vendit, ndoshta edhe për tërheqjen e ndonjë investimi? 3 pjesë janë. E para njëherë do duhet të konsolidojmë komunën që mos fokusohet në një lloj modeli ekonomike e cila bazohet në motivimin e supermarketeve ose franshizave të cilat edhe atë pak kesh që e kanë nga diaspora dhe nga qytetarët ta nxjerrin jashtë. Gjithçka që bëhet ke supermarket chains ose brende supermarketit të cilat vinë gostivare marrin kesh në lidhje dhe ikin prapë. Dhe e dyta, sektori ndërmarrjes, ndërtimtarisë. Ndërtimtaria mund të jetë sektori i mirë, por nuk ka ndonjë lloj vlere shtesë për ekonominë gostivarit. Ne kemi vërtet 3 gjëra. E para njëherë do fokusohemi te grantet. Grantet janë goxha e rëndësishme në shkëlqen sepse japin para të lira për investime ose për projekte kapitale për të zgjidhur një çështje komunale. Unë kam treguar dhe kam eksperiencë në tërheqjen e këtyre fondeve tuaja, të cilat do jepen për gostivarin për të kryer një lloj të zgjidhur një problem i cili është komunal dhe nuk mund ta zgjidhim me ato që quhen njohuritë e tona. E dyta njëherë do fokusohemi te sipërmarrësia. Sot do krijojmë një hap më të madh në Ballkan, kam premtuar unë për kampanjën time në Gostivar, që ka një kazerë mushtarake e cila i takon komunës dhe gjithë ajo do riparohet fizikisht që të mundet të jepet të gjithë atyre të cilat kanë një lloj ideje biznesi, edhe unë kam për ti ndihmuar me një akselerator që ka të bëjë me shërbime, me këshillime dhe trajnime, që përveç asaj që quhet ide biznesi, të mund t'i suportojmë në ngritjen, në rritjen dhe zhvillimin e tyre si startup-e të mëdha. Dhe e treta, ajo që quhet Innovation Center apo qendra e inovacionit, do mundohemi të tërheqim kompanitë të cilat kanë fuqi ndaje absorbuese mbi 50 punonjës, të krijojmë një zonë industriale brenda atij hubit sipërmarrësisë dhe ne do bëjmë subvencionimin me paketa fiskale dhe financiare me qëllim që të falet taksat dhe tatimet lokale që do të mund ta shohin gostivarin destinacionin e tyre industrial. Dhe e fundit fare, trajnimet dhe transporti i punonjësve të tyre do bëhet pa para, sepse ne duam që ata jo vetëm vinë të investojnë, por edhe qëndrojnë gostivar. Trajnimet do bëhen në partneritet me shkollat e mesme industriale, ose nëse s'ka njohuri ose know-how nga ato shkolla, komuna do paguan voucher sistemin që të vinë trajnues nga jashtë, që të mund të suportojnë këtë lloj kompani industriale, që të mund të rrisin ato që quhet kapacitetet e mëdha industriale për të krijuar vende të reja të punës. Sot Shkëlqen nuk mundet më asnjëri ta falendron Visar Ademin se sa e kanë punësuar në administratë publike, por duhet ta ndihmon ta falendron veten e vet, sepse ato do të krijojnë vende të reja të punës për veten e vet dhe pastaj nëpërmjet asaj që quhet suksesi i tyre, krijojnë vende të reja të punës për të rinj të tjerë. A do të thotë kjo se hapja vendeve të reja të punës sipas planit tuaj do të ishte edhe një pengesë për të parandaluar ikjen e rinisë për shkak se vetëm vitin e fundit mbi 200 nxënës kanë marrë apo janë shpërngulur nga Gostivari? Gostivari ka rënje më të madhe të popullsisë vet. Nuk e di a e dini, por sipas censusit të fundit, Gostivari ka 35.000 dhe 40.000 banor më pak. Nuk ka as edhe një vend tjetër i cili ka rënje më të madhe. Pse ndodhen kjo? Sepse ajo që tash pas një pjesë e personave që janë administratë publike i marrin gjithçka, mundësi, tendera, kontrata, ndërkohë që 90% e njerëzve nuk shohin perspektivë dhe ikin. Tani
Pse të regoj që kjo nuk është sistemi qëndrueshëm që ka bërë komuna? Gostivar ka 6.100 njerëz të cilat punojnë në sektorin privat, 11.500 që punojnë në sektor publik ose administrativ të Gostivarit. Si ka mundësi që një person në sektorin privat paguan 2 persona në administratë publike? Në ndërkohë që raporti në Europën lindore dhe qendrore është kundër. 90% punojnë në sektorin privat dhe vetëm 10% punojnë në sektorin publik. Ky model që ka zgjedhur komuna nuk është i qëndrueshëm. Edhe ne do t'i themi sektorit privat, konkurreshmërisë të atij sektori, që mund të të krijojmë brende nacionale që ky brend krijojë vlerë shtuar, dhe e treta të rinjve të Gostivarit të mundsojmë mundësi të reja që do të krijojnë startupe, të krijojnë brende të reja dhe eksport jashtë Gostivarit. Zoti Ademi, kaq kishim kohë për këtë intervistë. Shumë pak. Faleminderit shumë për kohën që nda. Shikues të nderuar, ne vetëm pas pak do të vazhdojmë me informacionet të tjera.